vazhdo në disa qarqe gjithashtu është mbyllur. Partia Socialiste kryeson në rang kombëtar, ajo ka marrë të paktën deri më tani 84 mandate, 50 ka marrë Partia Demokratike nga ana tjetër. Ne do kemi komunikimet e drejt për drejta me të gjithët gazetarët tanë që ndodhen të zhvendosur në përqarqe. Doja që fillimisht të shkoja me njerë në një komunikim të drejt për drejt me Kuksin. Ermal Vaka ndodhet aty. Ermal, mirëmbrëma, tashmë besoj se procesi numërimit të votave në Kukës është mbyllur plotësisht, apo jo? Mirëmbrëma Emiliano, para pak minutash u mbyll plotësisht numërimi i votave në qarkun e Kukësit, në KZZ numër 11, e cila ishte e fundit që shpalli rezultatin e saj për shkak se ishte dhe KZZ me më tepër vota se gjithë të tjerat. Fillimisht shpalli rezultatin KZZ-ja numër 10, ajo e Hasit, më pas ishte KZZ-ja numër 9, ajo e Tropojës, dhe së fundmi KZZ-ja numër 11 e Kukësit. Për rezultatin në gjithë qarkun e Kukësit është ky. Partia Demokratike ka marrë 18.934 vota, ose thënë ndryshe 52.95%. Lëvizja Bashkë ka marrë 109 vota, e thënë ndryshe 0.30%. Lëvizja Dheu 44 vota, 0.12%. Partia Koalicioni Euroatlantik 88 vota, 0.25%. Partia Socialiste ka marrë 10.970 vota, e thënë ndryshe 30.68%. Koalicioni Nisma Bët ka marrë 227 vota, 0.63%. Partia Aleancë Kombëtare Shqiptare ka marrë 45 vota, 0.13%. Partia Aleanca Demokracia Re ka marrë vetëm 3 vota, 0.01%. Koalicioni Djathtas për Zhvillim ka marrë 39 vota, 0.11%. Partia Mundësia ka marrë 241 vota, 0.67%. Dhe Partia Socialdemokrate ka marrë 5.061 vota, 14.15%. Le të themi që në Kukësi është qarku i parë ku Partia Demokratike ka shumicën e votave me 52.95%, ndjekur nga Partia Socialiste me 30.68% dhe më pas në vend të tretë është Partia Socialdemokrate me 14.15%. Në këto momente ka përfunduar edhe numërimi në KZZ numër 10 të Hasit për sa i përket votës preferenciale, por rezultati akoma nuk është plasiruar në KZZ për shkak se vetëm pak minuta më parë ka përfunduar numërimi i votave preferenciale. Këtu në KZZ numër 11 në Kukës do ketë një pushim për rreth 12 orësh dhe pastaj ditën e nesme rreth orës 9 apo 10 të mëngjesit do nis numërimi për votat preferenciale të kandidatëve të subjekteve politike. Ermal Vaka, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Në fakt, si që tha edhe kolegu, në Kukës ka kryesuar Partia Demokratike, ajo ka marrë 2 mandate për kundrejt 1 mandati të Partisë Socialiste, dhe ajo që ka është vëndëre tjetër është se të gjitha partite e reja apo partite e vogla nuk kanë mundur që të nxjerrin mandat në këtë qark. Do doja që të shkoja në një tjetër komunikim të drejt për drejt Rovena Neziri. Rovena, ku ndodhesh ti dhe si po shkon procesi i numërimit të votave? Nuk e di nëse ka përfunduar. Emiliano, mirëmbrëma, unë jam e pozicionuar në KZZ numër 86 dhe 87 në Pallatin e Sportit në qytetin e Vlorës. Dua në fakt ta nis me një zhvillim fundit sa i takon qarkut të Vlorës, duke patur parasysh edhe rezultatin që ka patur pak çaste më parë në mënyrë zyrtare edhe Bashkia e Sarandës, ku kryeson Partia Socialiste me një përsi numër e votave 7.957, ndërsa Partia Demokratike me 3.725. Duket se do duhet presim edhe pak minuta ose pak orë për të patur rezultatin final të qarkut të Vlorës, ose të paktën të bashkisë, duke patur parasysh se është Bashkia e Vlorës edhe ajo e Selenicës që ende nuk e ka rezultatin final se takon këtyre zgjedhjeve, por në KZZ pas krave të mi, në atë numër 86, janë duke u numëruar 4 kutit e fundit. Thuaj se njëjta situatë është edhe me KZZ numër 87, që është vendosur po në këtë godin, Pallatin e Sportit në Vlorë, ndaj është parashikuar të paktën që mbrëmjen e sotme deri në mesnatë ta kemi rezultatin
sa i takon Bashkisë së Vlorës, ndërsa Bashkia e Srebrenicës ka ende 9 kuti votimi pa i numëruar, ndoshta do duhet presim pak më gjatë për të patur rezultatin atje. Megjithatë, situata sa i takon votave edhe e përsis që ka Partia Socialiste në këtë qark është e qartë, edhe me përditësimin që ka patur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thuajse në të gjitha bashkitë ku tani më kemi një rezultat, votat janë 50% më shumë, njërë është edhe në rang qarku, është Partia Socialiste që ka rreth 47.000 vota, ndjekur më pas nga Partia Demokratike me 21.000, pak më shumë se 21.000 vota. Pra ka një diferencë shumë të madhe mes Partisë Socialiste që duket se do të jetë në vendin e parë dhe Partisë Demokratike tani më në vendin e dytë. Gara për vendin e tretë mbet pak e paqartë, ende do duhet presim ndoshta rezultatin final për të kuptuar, pasi mes mundësisë dhe Shqipëria bëhet ka bashki specifike ku kanë e përsi, megjithse në përqindje shumë të vogël diferenca mes tyre, do të kristalizohet e gjithë situata pasi të kemi edhe rezultatin final, siç e thash, gjithçka duket se do të jetë drejt përfundimit dhe duhet presim edhe pak orë për të patur kështu rezultatin e qarkut të Vlorës. Duhet se në vëmendje se qarku i Vlorës prodhon 12 ulëse në kuvend, rezultati i vitit 2021 është 8-4 për Partinë Socialiste dhe objektivi i këtij viti është konkretisht mandati i 9. Nëse i referohemi pritshmërive edhe parashikimeve ndoshta që ata kanë, thonë se do të kenë një mandat të 8 të sigurt, duke pasur parasysh gjitha shifrat që ne raportuam edhe përsin që Partia Socialiste ka, dhe thonë se mund të shkojnë shumë pranë pragut për të marrë kështu edhe mandatin e 9 në këtë qark, e për këtë çështje presim që të arrijë një objektiv të tillë për të patur një rezultat më të mirë se zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 përmes votës së diasporës, që është një faktor i ri në fakt në këto zgjedhje dhe që duket se mund të ndihmojë Partinë Socialiste në parashikimet edhe në pritshmëritë që ata kanë për të marrë kështu mandatin e 9 në qarkun e Vlorës. Faleminderit Rovena Neziri për këtë komunikim të drejt për drejt nga Saranda, ku me sa duket Partia Socialiste kryeson në këtë bashki, por në një tjetër bashki, siç është ajo e Divjakës, është mbyllur procesi i numërimit të votave dhe sërish kryeson Partia Socialiste. Ervin Leka ndodhet aty. Ervin, mirëmbroma. Ti ndodhesh në Divjak, tashmë procesi i numërimit të votave edhe në këtë bashki ka përfunduar, me sa duket Partia Socialiste kryeson, apo ja? Sigurisht Emilian, pra pas rezultatit që kemi marrë nga bashkia e Divjakës, vijon pjesë kryesuese pra Partia Socialiste dhe pikërisht konkretisht pra bëhet fjalë për 10.427 vota që janë marrë nga bashkia Partia Socialiste në bashkinë e Divjakës, e cila është bashkia e parë që mbyll edhe rezultatin e numërimit në qarkun e Fierit. Ndërkohë për një krahasim mund bëjmë pra me Partinë Demokratike, ku Partia Socialiste, siç e tham, ka 10.427 vota, ndërsa Partia Demokratike 3.882 vota. Ndërkohë partitë e tjera rënditet, pra Shqipëria bëhet me 906 vota, ndërsa Partia Mundësia me 231 vota në bashkinë e Divjakës, ndërsa më pas rënditen edhe partitë e tjera politike. Në fakt dua të bëj edhe një rezume për sa i përket paktën deri më tani edhe numërimit të qendrave të votimit apo edhe votave në disa bashki të tjera të qarkut të Fierit, ndalemi tek Lushnja, ku të paktën deri në këtë moment janë numëruar 102 qendra votimi në total, pra nga 156, ndërsa vijon edhe në bashkinë e Lushnjës që të udhëheq me një epërsi të madhe Partia Socialiste, ku deri në këtë moment ka 16.950 vota, ndërsa Partia Demokratike në bashkinë e Lushnjës deri në këtë moment ka 7.092 vota, ndjekur më pas nga koalicioni Nisma Shqipëria bëhet dhe pra pjesa e Partisë së Mundësisë me 599 vota. Në fakt, në gjitha bashkit e qarkut të Fierit shohim një dominancë të Partisë Socialiste, duke u zhvendosur në një
bashki tjetër siç është ajo e Mallakastrës. Pikërisht edhe në këtë bashki kemi një dominim të Partisë Socialiste në rang pra të kësaj bashkie, bëhet fjalë për 8145 vota të siguruar dhe në këto momente, pra pasi janë numëruar 43 nga 49 qendra votimi, pra edhe bashkia e Mallakastrës është drejt përfundimit, janë kutit e fundit që po numërohen dhe siç e theksuam u theq me 8145 vota Partia Socialiste në krahasim me 1881 nga ana e Partisë Demokratike që të paktën janë siguruar deri më tani në bashkinë e Mallakastrës. Në bashkinë e Patosit që po ashtu kemi kutit e fundit që të paktën sipas informacioneve po numërohen dhe brenda pak minutash kemi mbylljen edhe të numërimit në këtë bashki. Në Patos vjon sërish pra kemi udhëheqjen e Partisë Socialiste me 5518 vota deri në këtë moment ku ne po flasim, ndërsa Partia Demokratike 1919 vota. Bashkia e fundit pra e qarkut të Fierit, siç është ajo e Roskovecit, edhe këtu kemi dominimin e Partisë Socialiste me 5091 vota, ndërsa Partia Demokratike në bashkinë e Roskovecit ka të paktën deri në këtë moment 2629 vota dhe në këtë bashki po ashtu kemi drejt fundit procesin e numërimit ku janë numëruar 32 qendra votimi nga 39 në total, ku vetëm pas pak minutash si duket apo brenda disa orëve të kemi edhe mbylljen e numërimit edhe në këtë bashki, që si duket të gjitha këto bashki, përfshirë edhe bashkinë e Fierit, po japin 12 mandate pikërisht Partisë Socialiste, duke ruajtur kështu edhe pozicionimi që vijon të jetë udhëheqës në qarkun e Fierit. Faleminderit Ervin Leka nga Divjaka, do shkojmë në një tjetër qark në Durrës, Habi Hoxha ndodhet aty. Habi, mirëmbrëma, si ka shkuar procesi i numërimit të votave? Ka përfunduar në Durrës? Çfarë po ndodh aty? Emilian, në KZ-n numër 24, kur unë jam pozicionuar, pritet që nga momenti në moment, të shkak të numrit të pakët të kutive që kanë mbetur pa numëruar, të shpallet edhe rezultati përfundimtar. Sigurisht, diçka këtu është kuptuar, në këtë KZ kanë qenë 77 qendra votimi, nga të cilat kanë mbetur vetëm diku tek 7 kuti pa numëruar. Rezultatet deri më tani janë Partia Socialiste në këtë KZ 8582 vota, ndërkohë Partia Demokratike 5283 vota, pra ka një diferencë prej 3000 votash, çka nuk pritet të ndryshojë diçka në 5 kutit e fundit të paktën. Do duhet të themi që kjo KZ është një KZ ku puna nuk është ndërprer, pra mund ta quajmë edhe shembull për sa i përket procesit të numërimit të votave. Ka filluar që në momentin që janë dorëzuar materialet, jo materialet zgjedhore, që janë dorëzuar kutit me votime dhe përfundon për diçka tek një orë apo 50 minuta. Nëse më lejon të bëj edhe një kalim të nivelit të votave të marra për dy partitë mëdha në rang qarku për Durrësin, Partia Demokratike 39.01%, pra 32.432 vota, ndërkohë Partia Socialiste diku tek mbi 52%, tek rreth 24.000 vota. Këtë e them për potencuar e cila është diferenca mes dy partive në nivel qarku. Bëhet fjalë për rreth 11.000 vota diferencë mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, e cila vjen e dyta, çka vlen për të ndërtuar sepse duket se në lojë po vjet edhe mandati i 9 i Partisë Socialiste, që është artikuluar jo pak herë nga figurat larta, pra eksponent lart politik të Selis Roz. Do duhet të themi se në të njëjtën situatë janë edhe pjesa tjetër e qytetit, përveç KZ-ve, është 23-shi dhe një tjetër KZ 25-a që bukon me në shkollë të mesme të Durrës, ku ka ende një kuc të madh për numëruar rreth gjysma e kutive. E përkthejmë dhe këtë në nivel qarku, 299 qendra votimi janë numëruar me parafursi, nga 493 që janë në total, ka përfunduar gjysma e procesit në qarkun e Durrësit. Faleminderit Habi Hoxha për këtë komunikim të drejt për drejt. Ne do mbetemi sërish në qarkun e Durrësit, do shkojmë në një tjetër KZ, Aigena Korbi ndodhet aty. Aigena, ku ndodhesh ti dhe çfarë po ndodh me procesin e numërimit të votave? Ndodhem në zonën e administrimit numër 22, një
zonë e madhe administrimi me 56 qendra votimi këtu në qytetin e Durrësit. Procesi i numërimit po shkon drejt përfundimit, kanë mbetur dhe 9 kuti për të numëruar, ndërkohë që po përpunohet rezultati i 3 kutive të tjera të cilat janë numëruar. Ndërkohë që procesi i numërimit në Durrës sot ka ecur jo me ritme të shpejta për faktin sepse në qytet kryesisht kanë qenë 5 KZAZ të cilët numëruesit kanë marrë pushim për një kohë të gjatë dhe janë rikthyer për të numëruar votat gjatë orëve të pasdites. Nuk ka ndodhur një soj me Bashkinë e Shijakut, e cila e ka mbyllur numërimin pa ardhur mbrëmja, ku u vure një diferencë mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ku kryeson socialistët me 1800 vota. Ndërkohë që në Bashkinë e Krujës procesi po vijon gjithashtu, vjet re një diferencë lehtë mes socialistëve dhe demokratëve, ku janë demokratët ata që kanë marrë rreth 400 vota më tepër, por duhet themi se në Krujë janë 40 qendra të tjera numërimi ka u hapur, ndërkohë që në Bashkinë e Durrësit është numri më i madh i qendrave të votimit që nuk janë hapur ende, rreth 191 të tilla. Dhe të fjalë për pjesë për qendra votimi që janë kryesisht në qytet, por dhe në periferi, siç janë dhe qendrat që po hapen në zonën e administrimit ku unë aktualisht ndodhem. Sa i përket rezultatit në të gjithë qarkun, vëmre një diferencë me socialistëve dhe demokratëve me rreth 11.598 vota, e cila nëse do të vazhdojë me këtë ritëm, çon ujë në atë që ka qenë në pritshmëria e Partisë Socialiste për të garantuar edhe mandatin e 9. Ndërkohë që pritet të shohim se çfarë do të sjellë rezultati i votave nga ata që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, një proces që zhvillohet për herë të parë në vendin tonë. Aigena, ndërkohë që ne shohim, le të themi, të dhënat e updateuara për sa i përket procesit votimeve në qarkun e Durrësit, Partia Socialiste shohim, siç e the ti, të paktën deri në orën 22 janë numëruar 311 qendra votimi nga 494 që janë total, dhe shohim që Partia Socialiste ka marrë 47.014 vota, 8 mandate për kthyer kjo. Partia Demokratike apo Madhështorët kanë arritur të marrin 34.647 vota dhe e përkthyer në mandate është 6. Por Aigena, duke e krahasuar, le të themi, me zgjedhjet e vitit 2021, Partia Socialiste ruan pozitat e saj, ka ndryshuar diçka? Mund të flasim për Bashkinë e Shijakut, e cila e ka mbyllur procesin e numërimit, dhe mund të themi që Partia Socialiste krahasuar me parlamentarët e shkuara e ka thelluar rezultatin. Kemi një rritje në përqindje të Partisë Socialiste, ndërsa për qarkun e Durrësit pritet ende të numërohen 190 kuti, sepse janë të shpërndarë në zona të ndryshme të qytetit ku forcat të ndryshme politike kanë pritshmëri të tyre. Faleminderit Aigena Korbi për këtë komunikim të drejt për drejt. Do të doja që nga qarku i Durrësit të ndalesha në një tjetër qark në Dibër, pikërisht në Peshkopi, Sali Doçi është aty. Sali, ti ndodhesh pikërisht në Peshkopi, çfarë po ndodh me procesin e numërimit të votave, ka përfunduar, si po ecën, sa kuti priten që të numërohen ende? Vriano, të përshëndes, për gjatë orëve të pasdites, procesi numërimit ka vijuar më shpejt, duke qenë se shumica prej numëruesve të cilët ishin pushim në Bashkinë e Matit që përfundoi përgjithësisht në bashkinë të tjera të këtij qarku, në fakt janë thyer në detyrë, janë thyer gjithashtu edhe numëruesit rezervë që kanë përshpejtuar procesin duke mos pasur më vonë një ndërprerje të tij. Sipas raportimeve më të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Bashkinë e Dibrës, aktualisht janë numëruar 65 nga 100 qendra votimi. Raportimi më i fundit ka treguar se Partia Socialiste vjen që të mbajë një përsi kundrejt demokratëve, një përsi e cila është thelluar për gjatë minutave të fundit duke shkuar në mbi 8.000 vota. Partia Socialiste aktualisht ka marrë 9.259 vota ose 52%, Partia Demokratike 7.080 ose 39%,
Partia Socialdemokrate 827 ose 4% dhe Shqipëria bëhet 186 vota ose 1.4%. U fola për diferencën prej 9 votash, u referova votave në rang qartë, përfshirë katër bashki, përfshirë Digrën, përfshirë Buqizën, Matin dhe gjithashtu edhe Flosin. Flasin për Partinë Socialiste 24.855 vota ose të ndryshe 56.2%, Partia Demokratike 16.770 vota ose të ndryshe 37%, ndërkohë që Partia Socialdemokrate 1.063 vota 2.4% dhe Shqipëria bëhet 492 vota ose të ndryshe 1.11%. Janë këto pozicione më të fundit, ndërkohë që siç e theksova edhe pak më parë, Mati ka përfunduar, por procesi i votimit po vjen edhe në Flos dhe gjithashtu edhe në Bulqiz për gjithçka që po ndodh atje. Sigurisht është edhe kolege ime Joana Çallaku, e cila do t'ju informoj në mënyrë të drejtë për këtë. Mirë, nuk e di nëse kemi kolegen Joana Çallaku. Joana, të përshëndes, ku ndodhesh ti dhe çfarë po ndodh me procesin e numërimit të votave? Mirëmbrëma Emiliana, unë jam e pozicionuar në KZ zonë 18 në Bashkinë e Bulqizës, në Pallatin e Kulturës. Këtu vijon procesi i numërimit që pas ndërprerjes në orët e mesditës për shkak se komisionerët ndjeshin të lodhur dhe duhet të pushonin, pra që prej orës 18:30 ka nisur procesi i numërimit në këtë KZ dhe duhet thënë që procesi është i qetë dhe nuk ka pasur asnjë incident deri në këtë moment. Sa i takon kësaj KZ-ja që është dhe e vetmja për Bashkinë e Bulqizës, gjithsej përbëhet nga 49 qendra votimi dhe aktualisht sipas policimit të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve referuar orës 21:40 pasi procesi vijon dhe kutit numërohen, nga 49 qendra votimi deri më tani janë numëruar gjithsej 29 qendra votimi. Sa i takon numrit dhe votave se si janë shpërndar, vijon të kryesoj Partia Socialiste me 4.273 vota, të ndryshe përkthyer në përqindje 57.13%, ndërsa Partia Demokratike me 2.761 vota ose të ndryshe 36.91%, ku Partia Socialiste kryeson me 1.512 vota. Siç e thash pak më herët, janë të dhëna të marra në orën 21:40 pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i raporton dhe i përditëson në kohë reale dhe tashmë mund të ketë ndryshuar për shkak se vijon procesi i numërimit pas krahave të mirë. Për të ndalur në dy bashkitë e tjera, pasi siç e raportoi dhe kolegu Doçi që përbëhet nga 4 bashki Qarku i Dibrës, ka përfunduar procesi i numërimit të gjitha qendrave të votimit në bashkinë e Matit, e cila konkretisht përbëhet nga 47 qendra votimi dhe në këtë KZ me numër 16 kryeson po ashtu Partia Socialiste me plus 2.842 vota krahasuar me Partinë Demokrate, e cila ka arritur të marrë 4.654 vota, ndërsa Partia Socialiste me 7.496 vota. Për të ndjekur më pas koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka arritur të sigurojë 118 vota, të ndryshe 0.93%, ndërsa Partia Mundësia 93 vota të përkthyer në 0.74%, PSD-ja 67 vota ose 0.53%, ndërsa Partia Koalicioni Euroatlantik 146 vota ose 1.15%. Ndërsa sa i takon në Bashkinë e Klosit, aktualisht vijon procesi i numërimit dhe nga 26 qendra votimi janë numëruar 19, pra jemi drejt përfundimit të numërimit të gjitha qendrave të votimit në total. Edhe në Bashkinë e Klosit kryeson po sërish Partia Socialiste, Partia Demokratike ka arritur të marrë 2.017 vota, të përkthyer në përqindje 35.24%, ndërsa Partia Socialiste ka arritur 3.506 vota, ndryshe 61.26%, ku sigurisht siç e thash dhe më herët kryeson me plus 1.489 vota. Duhet thënë në fakt që sa i radhë në këto zgjedhje të parlamentare të 2025-s, siç duket, Partia Socialiste ka kryesuar në të 4 bashkitë e Qarkut të Dibrës, duke arritur të sigurojë deri në këtë moment mandatin e tretë dhe duke pasur dhe inspirata, apo duke
duke shpresuar dhe për mandatin e 4. Në fakt në Këzazon ku ndodhem aktualisht, pak më herët ishte edhe drejtuesi politik i qarkut të Dibrës, zoti Blendi Klosi, po ashtu edhe njëkohësisht dhe garues në këto zgjedhje, i cili ka ndjekur nga afër edhe procesin e numërimit në këtë Këzazë. Faleminderit Joana Çallaku për këtë komunikim të drejt për drejt. Mirë, me mua në studio është bashkuar me njerë nga studioja e Real Storyt, ka ardhur në studion qendrore, gazetari i njohur Artur Nura. Artur, faleminderit që je me mua në këtë maraton zgjedhore. Faleminderit për ftesën. Artur, dua ta nis me njerë me qarkun e Dibrës, me qenë se kishim edhe kolegen Joana Çallaku, por gjithashtu edhe kolegun Sali Doçi në këtë raportim të drejt për drejt nga qarku i Dibrës, por duke marrë shkas edhe nga emri drejtuesit të këtij qarku që përmendi kolegja Çallaku në fund, Blendi Klosi, ai ka deklaruar vetëm një ditë më parë në Real Story këtu në ABC News se pretendimi i socialistëve ishte që të ndryshonte atë trend apo të bënte një rrëzim të Partisë Demokratike, me sa duket Partia Socialiste në këtë qark ja ka arritur jo me atë rezultat që deklaroi Klosi, 4-1 me mandatet, pra 4 mandate për socialistët dhe 1 për Partinë Demokratike, por shohim që ka një përmbysje të rezultatit 3-2. Si e shikoni ju? Po, unë besoj që përmbysje, në sensin relativ të fjalës përmbysje, mund të ketë edhe në zonat të tjera, jo vetëm në qarkun e Dibrës. Po e gjithë tërësia, e gjithë tendenca është për një fitore qartë të socialistëve dhe për një humbje disfat të Partisë Demokratike me aleatët e saj. Pra, në një farë mënyre është disfata e zotit Sali Berisha dhe fitoria e zotit Edi Rama. Në këtë plan kishim 2 strategji të ndryshme përballë njëra tjetrës dhe duke se njëra ka fituar. Ajo që mund të themi është që është punuar me seriozitet nga pala Partia Socialiste, e cila nuk ka patur probleme të mbrëmshme. Ka patur probleme jo të lehta, por mund të kujtojmë këtu arrestimin e kryetarit bashkisë, cila sigurisht ishte një goditje jo e lehtë për Partinë Socialiste në zgjedhje, ndërkohë që Partia Demokratike me aleatët e saj ka 2 procese penale, liderin e saj kryesor dhe liderin e aleatit të dytë më të rëndësishëm, i cili është sot pas hekurë dhe me shpresën që do të marrë një mandat dhe do të dali nga burgu, pastaj do të vazhdoj procesin në një formë krejt të re juridike. Kështu që ne kishim 2 parti, 2 kundërshtar me strategji të ndryshme. Sipas meje, strategjia e Partisë Demokratike, ne kemi thënë në studion edhe tuaj, besoj që ka qenë një strategji e gabuar e cila pavarësisht shpenzimeve të mëdha rezultoi që është në disfat. Rezultoi sot kishin gjeneruar me inteligjencë artificiale një video ku Latifi sipas zotit Rama zije me zotin Berisha për shkak që nuk e fitoi zgjedhjet dhe i kërkonte lekët. Po këto janë humore të rjetit. Ka qenë edhe një foto nga selia e Partisë Demokratike ku dilte Tymizi që simbolizonte. Po, edhe një foto tjetër, këto janë humore të zeza post-elektorale. Humore të zeza post-elektorale. Po, sipas meje, pse dështoi Partia Demokratike me aleatët e saj? Unë besoj që ka një qasje të gabuar të Partisë Demokratike në cilën edhe strategjisti i saj që vjen nga një fitore, do me thënë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dështoi duke u nështruar vullnetit të Berishës për të qenë ai kandidati për kryeministër. Dhe kjo padyshim nuk e ka intriguar votën për ta votuar Partinë Demokratike, sepse zoti Berisha pavarësisht të tërë, dikush mund ta pëlqejë, është karizmatik, është energjik, është agresiv dhe agresiviteti pëlqejet, megjithëse me rastin e Lacivitës duke se më tolerant, më i qetë. Po, duhet jetë sugjeruar dhe e ka bërë. Po, unë i kam sugjeruar dhe në studiot tuaja dhe publikisht edhe miqësisht që do të skema më optimale për zotin Berisha dhe koalicionin e tij që e quajnë madhështor se ka qenë si detyrim, se kam patur koalicioni i madh, po kjo ka patur frikë që mos sjelli konotacione të papëlqyera ke fqinjet për të thënë Shqipëria e madhe, kështu që e kanë cilësuar madhështore.
Po, me Berishën madhështore nuk mund t'ishte. Pse? Sepse Berisha e para hyri me modelin e Trumpit, ka gjëra të ngjashme, por nuk janë. Dhe doli me modelin e Bidenit qartësi për shkak të moshës, për shkak të strategjisë gabuar, dhe është në fakt humbur si Bideni. Dhe nuk është fitues si që është në këtë rast fitues i bie tjetë Rama si Donald Trumpi. Pavarësisht edhe Rama në fakt nuk është, ka gjëra të ngjashme me Trumpin, që nuk është politikani klasik. Ti thua që Rama është fitues si në rastin e Donald Trump, por dikush nga ana tjetër do thoshte që edhe Berisha është fitues. Pse? Po, ka një fitore të Berishës. Në opozit, ka arritur të marrë 50 mandate, ndoshta në fund të fundit... 51 si pas rezultatit të fundit, ka marrë në Kukës një mandat. Po. 52, më falë, 52. Pak në Real Story rezultuan 52. Okej. Dikush do thoshte që okej, ndoshta ky ka qenë qëllimi i Berishës në fund të fundit. Po jo, e thash unë në Real Story, si pas analizës time, unë besoj që Berisha nuk do t'i kundërshtoj zgjedhjet, do t'i kundërshtoj, por do t'i njoh, do kritikoj, do akuzoj, dhe nuk kanë munguar këto gjëra. Ka zëra në fakt nga opozita që kërkojnë që këto zgjedhje të anulohen. Kërkesat nga militantët edhe nga opinionist afër opozitës i vinë për kërkesën të mos i njohë dhe për t'i anulluar. Unë nuk besoj se kjo e përshtatet strategjisë të Berishës. Strategjia Berisha është konfirmuar tashmë si kryetari i opozitës, do të mund të konfirmohet edhe si nën kryetar i parlamentit, apo si kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, si lider i opozitës qartësi parlamentare, dhe kjo do të ndihmonte zotin Berisha për të përballur me skapin, siç e quhen ai, me spakun. Dhe ka dhe një sinergji që mund të bashkoj pozicionin e Berishës me të Ramës. Ne kujtojmë këtu në emisionin tuaj që Rama ka patur një kritik ndaj spakut, dhe në parim ka një të drejtë, për nëse do referohemi ndarjes dhe ekuilibrit të pushteteve. Spaku është një instrument, partia më e votuar, e themi përsëri, është një instrument i rëndësishëm, por që nuk ka një check and balance. Nuk ka një instrument i cili ta qekoj dhe ta balancoj këtë instrument të rëndësishëm i cili pa dushim ka influencuar dhe në zgjedhjet politike. Dhe kritikat e Ramës kanë qenë edhe ndaj spakut, por nuk ka qenë si sot Berisha do ta zhduk, do bëj një sistem tjetër, do ta kthente ke gjykata e krimeve të rënda, domethënë modeli që ka patur në periudhën. Jo vetëm do ta shkri, po ka sugjeruar edhe një drejtësi me ish gjyqtar të përfolur, siç është Gjingjoni. Po, politika, Gjingjoni është tashmë politikan. Nuk ka si tjetë më gjyqtar, do mbaj pozicionin e politikanit, ose të lë politikanit dhe të bëjë gjyqtar, kështu që kjo është e zaruar si problematik, po do thoja që kjo mund të gjejë sinergji midis Berishës edhe Ramës për të kufizuar spakun, për të ndërtuar një check and balance, ndoshta për t'i mandatuar, se kjo është kërkesa e spakut ndaj politikës, që t'i zgjerohet mandati i ekzekutivit për të kryer disa detyra të rëndësishme të cilat i ka filluar, por në sistemin e drejtësisë nuk mbaron betejë si në politikë për 4 vjet, apo për 4 muaj, apo ka zgjedhje të parakohshme, aty ka një procedurë për të ndjekur. Kështu që unë besoj që Berisha do t'i njohë zgjedhjet, do akuzoj për manipulim, siç e bëri dje, por sot ka pasur një qëndrim të kontrolluar, nuk largohet nga politika. Pavarësisht se ja premtoi atyre që votuan, që e kthyen në Partinë Demokratike, Berisha nuk largohet nga politika. Vetëm Zoti tha. Po pra, Zoti është vdekja, vdekja biologjike. Pra, Zoti në këtë rast është vdekja biologjike, e ka thënë qartë, dhe vetëm atëherë do të largohet. Kjo nuk do t'i prishi punë atyre që janë zgjedhur. Kjo mund t'i prishi punë Partisë Demokratike për në zgjedhjet e ardhshme, për në zgjedhjet lokale që vinë së shpejti. Kjo do të ketë një kosto, si që patin këtë rast. Se unë thash, si pas mendimit tim, qofse Berisha do të dilte me kandidat tjetër për kryeministër, me një njeri të papërlyer, kam sugjeruar në Real Story Ilir Ali Mehmetin, po mund sugjeroja pse jo Jorida Tabakun. Ose edhe një vetë sugjerim si që ishte rasti Belind Këlliçit. Po dhe Belind Këlliçi, po Belind Këlliçi në i farë i ka dhënë formatin e vetë në nuk e di çfarë zgjedhjet lokale. Çfarë ju të lexonit në atë deklaratë që Belind Këlliçi bëri kur tha se Partia Demokratike nuk do ketë një farë mënyrë kandidat për kryeministër Sali Berisha. Po, sigurisht ka të drejtën e tij ta mendojë dhe ai veten. Është politikan karriere, e ka filluar nga zero,
ka qenë me forum rinor, ka të drejtën e tij. Pastaj, nëse ai ishte kandidat i Partisë Demokratike për kryeqytetin, domethënë për 1/3 ishte për kryetar bashkie, po. Dhe nuk e fitoi. Sipas tij me akuza për manipulime, këto janë deklarata politike të pranueshme, po ka të drejtën dhe ai të mendojë veten kryeministër. Kjo nuk ka pse ta paragjykojmë, por nuk do ishte AQV-u, thash i ka marrë formatin e një kryetari bashkie të kryeqytetit dhe është në çike përderisa dështoj ke ajo të kërkoj të marrë këtë pozicionin tjetër. Do kërkoj ndjes Artur, pasi jemi sigurisht në kapje të lajmit. Në këto momente është mbyllur KZAZ-ja numër 86 në Vlorë, është mbyllur procesi i numërimit të votave. Rovena Neziri është në këto momente në komunikim. Rovena, tashmë procesi numërimit të votave në KZAZ numër 86 është mbyllur, si është rezultati? Në prima Emilian, në këtë KZAZ po llogaritet një diferencë prej 4.000 votash, ku në e përsi është Partia Socialiste, ashtu siç kemi raportuar për çdo KZAZ të qarkut të Vlorës, për bashkitë edhe për qarkun në tërësi. Tani më situata është e qetë, është vetëm bashkia e Selenicës që vijon numërimin, po edhe atje raportohemi se është drejt përfundimit, drejt shtypjes së fundit, është edhe KZAZ-ja numër 85 që po numëron kutit e fundit, që ka do të thotë se të paktën bashkia e Vlorës me KZAZ-it e saj dhe ajo e Selenicës që kishin mbetur pa patur rezultatin final, po shkojnë drejt përfundimit duke e patur kështu më të qartë edhe në shifra rezultatin që do të ketë qarku i Vlorës, megjithse vlen theksohet se qoftë në nivel qarku, po dhe në të gjitha bashkitë e qarkut është Partia Socialiste që ka një e përsi dhe një diferencë shumë të lartë votash krahasuar me Partinë Demokratike, një e përsi në fakt dhe një diferencë që ne kemi raportuar për të gjitha KZAZ-t, edhe për atë numër 87, për cilën unë raportova edhe më herët, ku llogaritet një diferencë prej rreth 5.000 votash. Në Pallatin e Sportit, ku është vendosur KZAZ-ja numër 86 dhe 87, rezultatet e të cilës i raportuam në këto momente, gjithçka po bëhet gati kështu për të shkuar në drejtim të përfundimit të këtij procesi numërimi ditën e sotme, për të vijuar më pas nesër, rreth orës 10 është parashikuar që të rinisë procesi me një tjetër specifik, do të jetë konkretisht numërimi i fletëve të votimit tani më për kandidatët. Faleminderit Rovena Neziri për këtë komunikim të drejt për drejt nga Vlora. Ndalemi në Elbasan, Kasandra Pali ndodhet aty. Kasandra, si po shkon procesi i numërimit të votave në Elbasan? Mirëmbrëma Emiliano, vazhdoj të qëndroj në vendnumërimin e Pallatit të Sportit këtu në bashkinë e Elbasanit. Ka përfunduar numërimi i votave në KZAZ-n numër 50 dhe 51, ndërsa vazhdon procesi numërimit të votave në KZAZ-n numër 48, ku janë kutitë e votimit që kanë ardhur nga fshatrat e Elbasanit, dhe po ashtu vijon procesi i numërimit të votave edhe në KZAZ-n numër 49, ndërsa procesi i numërimit të votave, nëse do flasim në rang qarku të Elbasanit, vijon numërimi në bashkinë e Peqinit, ndërsa në bashkinë e Prenjasit po shkon drejt përfundimit. Duhet thënë që në të gjitha 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit kanë kryesuar socialistët, duke për të ndalur më konkretisht në bashkinë e Belshit, që ka qenë bashkia e parë që ka bërë përfundimin e votave, ku socialistët kanë fituar bindshëm me 4.662 vota, po ashtu procesi numërimit të votave ka përfunduar edhe në Cerrik, ku sërish socialistët kanë kryesuar me një rezultat në 7.021 vota, duke lënë pas Partinë Demokratike me 3.463 vota, po ashtu në Gramsh
Sërish ka përfunduar votimi, sërish Partia Socialiste ka kryesuar me 7.737 vota, ndërsa në një tjetër bashki ku Partia Socialiste ka patur një diferencë të thellë me votat e Partisë Demokratike është ajo e Librazhdit, një bashki ku përfundoi procesi i numërimit rreth orës 8 të mbrëmjes me 9.253 vota, duke lënë pas sigurisht Partinë Demokratike me 3.374 të tilla. Procesi i numërimit të votave Emiliano po vijon ende në bashkinë e Elbasanit dhe në bashkitë Peqin dhe Prenjas, por sikundër e thash në fakt në Prenjas është drejt përfundimit procesi i numërimit të votave dhe për të ndalur më konkretisht në Prenjas janë numëruar 38 qendra votimi nga 39 në total, ku sërish kryeson Partia Socialiste duhet të thënë me 6.701 vota dhe Partia Demokratike numëron 2.495 vota. Ndërsa për rezultatet në Elbasan dhe në bashkinë e Peqinit do duhet ende të presim pasi janë ende në proces numërimi dhe duhet thënë që ka ende një sasi të madhe të fletëve të votimit që duhen numëruar. Mund të themi deri tani Emiliano që Partia Socialiste ka shprehur qartë synimin e saj që në fushat që kërkonte 9 mandate në Elbasan, por në fakt duket që ka shkuar për te pritshmërive, duke marrë 10 të tilla. Sigurisht që kjo duhet presim ende, por ndarja duket në këtë qark që është 10-4. Pasi një pjesë kutive të votimit tashmë është numëruar dhe duket se rezultati është i qartë në Elbasan, 10 mandate me 4. Mirë, nga Elbasani, faleminderit Kasandra Pali për këtë komunikim të drejt për drejt, doja të ndalesha në qarkun e Korçës, Gerta Vasku ndodhet aty. Gerta, si po shkon procesi i numërimit të votave në Korçë, ka përfunduar, çfarë po ndodh? Emiliano, bashkinë e Korçës, në një prej KZAZ-ve, pikërisht në KZAZ 74 me kutitë e ardhura nga fshatrat e Korçës, ka përfunduar rreth një orë më parë numërimi i votave. Nga rezultati që ne kemi marrë nga kjo KZAZ është Partia Socialiste që ka kryesuar me një diferencë të konsiderueshme ndaj Partisë Demokratike, ndërkohë unë jam e pozicionuar në KZAZ 75 me kutitë e votimit të qytetit të Korçës, ku vijon numërimi i kutive pa ndërprerje që prej mesditës së sotme dhe pritet pra që të paktën në orët e para të mëngjesit të mund të kemi dhe një rezultat nga kjo KZAZ. Ndërkohë, në KZAZ-n e Pogradeci, pra në KZAZ-n 70, janë duke u numëruar kutitë e fundit dhe shumë shpejt do të kemi dhe rezultatin në final për bashkinë e Pogradeci, por dhe në këtë bashki kryeson sërish Partia Socialiste me një diferencë të konsiderueshme, ndërkohë në të gjithë qarkun e Korçës, pra një pjesë të bashkive që ka përfunduar tashmë numërimi, Partia Socialiste është në avantazh me një diferencë të konsiderueshme, ka përfunduar numërimi, duhet ta fiksoj edhe një herë, në bashkinë Fustec, Devoll dhe Malish, ndërkohë që pas numërimit të votave të subjekteve politike në këto bashki po bëhet edhe ndarja e votave preferenciale të kandidatëve. Pra duhet ta fiksoj edhe një herë që numërimi në kutitë që kanë mbetur, pra në KZAZ që kanë mbetur, vijon i qetë dhe pa ndërprerje në qarkun e Korçës. Faleminderit Gerta Vasku për këtë komunikim të drejt për drejt. Mirë, nga Korça do të doja të ndalesha në Vlorë, ku edhe aty ka përfunduar procesi i numërimit në një tjetër KZAZ. Elton Nika ndodhet në komunikim të drejt për drejt. Elton, çfarë mund të na thuash për sa i përket procesit të numërimit të votave në KZAZ-n ku ti ndodhesh, tashmë ky proces ka përfunduar? 85. Po, si është rezultati? Sapo ka përfunduar, ka vetëm pak minuta, normalisht jemi tashmë duke pritur edhe kalkulimet e fundit për të patur edhe një ide më të qartë apo një rezultat zyrtar nga KZAZ-ja 85. Më duhet të them që këtu janë 52 qendra votimi, pra ka përfunduar numërimi votave për subjektet, për 52 qendra votimi që përfshin qytetin e Vlorës, është kryesisht i gjithë rajoni 1,
ka kuti nga rajoni 2 dhe nga rajoni 3. Deri në momentet e para, por edhe gjatë gjithë ditës sot, me që ne kemi përcjell informacione nga kjo KZAZ, Partia Socialiste është të dukshëm në avantazh ndaj Partisë Demokratike, ndërsa siç e thash Miliano pak më parë, për të pritur rezultatin përfunditar, janë kalkulimet e fundit që janë duke u bërë nga KZAZ-ja 85 për të dhënë më pas edhe një pasqyrë të saktë të shifrave dhe të rezultatit në këtë KZAZ. Pak më parë ka përfunduar edhe KZAZ-ja 84, kjo ishte një nga KZAZ që filloi ndoshta edhe e fundit numërimin e votave rreth ditën e dieshme rreth orës 02:30 pas mesnate. Megjithatë tashmë duket se gjithçka ka përfunduar, pra të 52 kutit në përqendrat e votimit në këtë KZAZ kanë përfunduar dhe do të presim tani vetëm rezultatin përfundimtar të saj, të cilin do ta përcjellim më njëherë sapo ta kemi nga KZAZ-ja. Faleminderit Eltonika nga Vlora. Ndërkohë, Artur, siç e ndoqëm edhe nga raportimi i kolegëve tanë, disa prej KZAZ-s e mbyllura, pra atje ku ka përfunduar tashmë procesi i numërimit të votave, Partia Socialiste kryeson. Nuk përbën më lajm, sepse tendenca është që në kutijat e para dhe për rruhet në vazhdimsi. Çfarë arrini ju të kuptoni nga këto zgjedhje, pasi çdo KZAZ që mbyllet duket sikur e thellon edhe më tepër rezultatin? Unë besoj që trendi ky do të jetë rezultatet këto me një më shumë deputet apo një më pak. Shpresoj që partitë e reja të kenë ajo lëvizja, po themi e Lapaj me Shabanit të kenë dytë, paktën ata dytë jenë, por nuk është se do përbëjnë në një gjë të jashtëzakonshme aty, nuk bëjnë dot një grup parlamentar, vetëm po të marrin borxh nga Sali Berisha apo nga Edi Rama. Duhen 7 deputet mund të bëjnë një grup parlamentar. Mund të ndodhet dhe kjo, nuk është se megjithatë duket sikur dolën të, domethënë u sfiduan. Në një farë mënyrë kjo aleancë duket sikur nuk ka ngjitur, Artur. Aleanca mes Nismës edhe Shqipëria bëhet. Po, Adriatik Lapaj dhe të gjitha sondazhet dhe në sondazhin tuaj ajo duket që kishte ngjitur. Çuditërisht në rezultate ka një anomali që unë personalisht nuk di të shpjegoj arsyen, mund tjetë fakti i arrestimit ati kandidatit në Sarand, mund tjetë fakti i debatit që është ndërtuar me Agron Sheja, i cili ka një rritje të caktuar në rezultatet e votave, po nuk e di, është... Ja, ne jemi duke e parë në faktet. Dy që u bën bashkë nuk rezultuan... Edhe sondazhi nga Angji Ricerke këtu në ABC News, siç e shohim për zgjedhjet e vitit 2025, sondazhi parashikon 51.5% të votave për Partinë Socialiste, është diçka e përafërt. Me marrë gabimi është i saktë. Marrë shumë i ulët gabimi, nga ana tjetër 36.6% për Partinë Demokratike dhe ndalemi atje ku ti the 7.7% parashikon për sondazhet e tjera ka dalë me këtë rritje eksponenciale. Dhe si duke kam pasur një entuziazëm të pakontrolluar në ditët e fundit nga sondazhet, ose janë këto që themi ne. Po, akoma nuk është e qartë rënja kaq e madhe e këtyre dy partive të reja që tentojnë të sjellin një frym të re në politikën shqiptare. Pavarësisht se ka kolore të modelit vjetër. Mos ndoshta ka qenë edhe, le të themi, një lëvizje e gabuar e Adriatik Lapaj, e liderit të kësaj force politike, ndoshta... Po, sigurisht, duhet mbaj dhe përgjegjësi, besoj, nëse ka ardhur me modelin e rin politik, mënyra se si ai shfaqej në publik, të japi dhe dorëheqje, deklaratat e tij për uragan, ndërkohë që shohim që të gjitha bashkë janë dhe... Unë besoj që ka pasur Shabani një performancë më të gjetur, edhe në qoftë se do i flasim për politikën e re, zoti Lapaj duhet t'jap llogari në partinë e tij, dhe sigurisht pse jo, mos t'japi modelin e të dorëhequrit, edhe të lë dikë tjetër që ta drejtojë këtë lëvizje, sepse kanë humbur një betejë, por nuk kanë humbur luftën. Duhet ta vazhdojnë, ka nevojë për parti të reja, për të ndryshuar, po themi, modelin e vjetër të dy partive, dhe na u duk edhe rezultatet e sondazheve treguan që dëshirohej kjo gjë. Por arsye është e paqartë akoma, edhe në Real Story diskutuam pse ndodhi kjo rënje. Janë këto disa nga arsyet, po prap nuk e justifikon nga 7 që e nxjerrin 2% me zi marrin një mandat.
Edhe duhet i bjeri lapaj mandati parimisht. Ndërkohë, Artur, le të ndalemi te ajo çka është e rëndësishme në fakt. Jo vetëm fitoria e Partisë Socialiste, por humbja nga ana tjetër jo vetëm e Partisë Demokratike, por e opozitës, pasi ishte një aleancë e gjerë, e quajtur madhështore, njësër partish, por u larguan disa parti thelbësore. Jo, dakord, pyetja ime për ju është se çfarë do e justifikonte tani humbjen e Berishës? Jo, në justifikim nuk ka, po ai do ta gjej arsyetimin. Pse? Që ka filluar manipulimi, duke referuar rastit të Vorës, duke referuar rastit të ku ishte zoti Braçe, duke referuar përdorimit të administratës shtetërore, që sigurisht ai e di mirë që edhe kjo mund të ndodhë, mund të ketë pasur influenca të drejt për drejta apo tangencialet, një njeri që punon në shtet do ruaj stabilitetin e tij. Çfarë reagimi mund të ketë tek simpatizantët, tek militantët e tij kur le të themi bëhet kaq i parashikueshëm, kaq i lexueshëm, kaq i mosbesueshëm. Unë besoj që ky mosbesim e ka bërë Berishën që të mos flasim më për protesta, siç edhe prite, që të mos i njohin zgjedhjet, të dalin protesta, tash edhe njerëzit nuk besoj që do i mblidhen më. Edhe kohën nuk e ka të pakufizuar si dikur, pavarësisht se thot ai, ai kur ndodh. Kështu që për atë që i di Berisha do të vazhdoj Partinë Demokratike ta kontrolloj, do të marrë pozicion të rëndësishëm në parlament, në kryetar grupja, do ta mendoj mirë këtë gjë, edhe për t'i dhënë vetes një imunitet caktuar në raport me përplasjen apo përballjen, jo edhe përplasjen mund quhet që ka me SPAK-un, me prokurorinë e antikorrupsionit dhe kundër krimit të organizuar. 15 maj gjyqi i Berishës, 16 maj Unioni Evropian. Gjyqi i Berishës 15 maj dhe gjyqi i Ramës në 16 maj. Është gjyq pozitivist, është për fituesin e këtyre zgjedhjeve, është sigurisht një PR i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, po nuk mund thuhet që mbetet një pa PR edhe kryeministri i cili është protagonist i zgjedhjeve dhe është protagonist edhe këtij organizimi, sepse përpara me kryeministrat e tjerë nuk kemi patur. Me këtë e kemi. Ky ka një performancë në politikën e jashtme të eksponenciale që ka sjellë këto rezultate. Nuk është rasti i parë që vin, edhe besoj që nuk do të jetë rasti i fundit. Ndërkohë nuk di të them në procesin e Berishës nëse do të kemi një vendim apo shtyrje, besoj që mund të kemi dhe një shtyrje për ta çuar deri në afatet e fundit ligjore, ndoshta edhe SPAK-u ka një refleksion të tillë, po këto janë hamendësime, ne duhet presim vendimin e gjykatës. Vendimi i gjykatës është ai që jep verdiktin dhe ne duhet ta respektojmë. Atëherë, Artur, do doja që së bashku të shikonim konfigurimin e deritanishëm të këtij procesi zgjedhor, le të ndalemi tek qarkumi i madh i vendit. Mirë, le të shohim në fillimisht qarkun, domethënë në rang kombëtar, shohim që Partia Socialiste deri më tani, pra deri në orën 22:40 është updatimi i fundit i bërë nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Shohim që ka marrë 560.053 vota e përkthyer në mandate 82. Partia Demokratike ose 52.47%. 52.47% të totalit të votave është në fakt diçka e përafërt me atë çka ka parashikuar sondazhi Angeli Çerke këtu. Po ta shohim nga përqindja. Dhe nga ana tjetër 52 mandate ka arritur të marrë koalicioni i Berishës. Kjo është vendosje e Komisionit Qendror, Nisma dhe Shqipëria bëhet. Sepse përgjithsisht në referenca mediatike është Shqipëria bëhet. Po si duket është regjistrimi aty. Nëse element teknik jo politik. E rëndësishme është si ka mundësi kaq shumë mandate kur është duke kërkuar një mandat të 4 qeverisës. Po se ka munguar alternativa e dur, një nga arsyet, nuk besoj se është një fenomen një dimensional, shumë dimensional. Një nga arsyet është që ka munguar alternativa e dur. Opozita nuk ka
motivuar elektoratin për të votuar dhe për të mbështetur atë. Një. Pastaj pjesa tjetër është që Partia Socialiste është një motor energjik, mundësit i ka pasur sepse ka qenë në bas një pushteti goxhat gjatë, që parimisht duhet ta konsumonte, po përderisa nuk ka check and balance në politikë, nuk ka qenë opozita në lartësinë e dur, ajo ka funksionuar edhe me personat në administratë, të cilët e ndjenë veten më afër Partisë Socialiste, sepse akuzat që janë bërë për fryrje të administratës nga opozita këto, e kanë shqetësuar në punësin e thjeshtë, dhe si ka reaguar në këtë formë, si vetë mbrojtje në thonjza, duke votuar Partinë Socialiste dhe duke i dhënë këtë fitore të thellë, e cila flet vetë, dhe tashmë duhet presim kur zoti Rama, zoti Balla e pyti për ndryshimet në qeveri, po tha t'ja lëm kohës, sepse unë jam i bindur që do të kemi ndryshime në qeveri, dhe sigurisht performanca e saj duhet të dali në ta justifikoj këtë vot jashtëzakonshme që ka marrë, edhe për të mbyllur gojën opozitës, se opozita do t'jetë ashpër tashmë. Berisha po përgatitet me agresivitetin e tij në Parlamentin e Shqipërisë për të bërë detyrën, pse jo? Kur të largohet Llaçivita. Se deri më tani është larguar. Ka qetësuar. Është larguar, po besoj që do të vazhdoj funksionimi i Llaçivitës sepse Berisha ka betejën e tij më të rëndësishme, heqjen e non gratas. Dhe jo rastësisht janë paguar ose do paguen, saktë si për të qenë korrekt, 6 milion dollar. Kështu që patjetër atë sfidë ka dhe këtë sfidë mund ta realizoj shumë qartë jo duke mos njohur zgjedhjet, po duke i pranuar zgjedhjet me kritika dhe me akuza, po do jetë në parlament si kryetari i opozitës dhe duke kërkuar heqjen e non gratës. Atëherë, Artur, para se ne së bashku të shohim edhe qarkun e Tiranës, se si është përkthyer në mandate, do doja fillimisht të ndalesha me kolegun Ermal Via në një këzazë këtu në Tiranë. Ermal, ku ndodhesh ti dhe a ka përfunduar procesi i numërimit të votave? Çfarë rezultati kemi nëse ky proces sigurisht ka përfunduar? Po, Emilian, momentalisht ndodhem në zazën numër 40 këtu në kryeqytet, që përfshim 109, deri në këtë moment janë numëruar 38 qendra votimi nga 73 që kjo KZZ kanë në total. Në këto qendra votimi është Partia Socialiste që është duke kryesuar me 6.291 vota, kundrejt Partisë Demokratike që deri më tani ka siguruar 4.738 vota. Nga ana tjetër, Lëvizja Mundësia ka marrë deri më tani 834 vota, ndërsa Lëvizja Bashk 450, koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 508 vota dhe Partia Social-Demokrate 340 vota, në fund është dhe koalicioni Euroatlantik me 226 vota. Sa i takon në fakt diferencës mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është për 1553 vota në avantazh të Partisë Socialiste. Duhet thënë se në këtë zazë deri në këtë moment është duke vijuar numërimi, sikur e përmenda janë numëruar 38 kuti apo qendra votimi, momentalisht grupet e numërimit janë të ndara në 6 tryeza dhe janë duke vijuar edhe me 6 kuti të radhës, çka do të thotë që është kaluar le të themi gjysma e kutive, të cilat në fakt pritet le të themi që të kemi një rezultat final ditën e nesërme rreth orëve të pasdites, në rast se do të vijohet sërish me këtë ritëm nga ana e numëruesve. Faleminderit Ermal Via për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Artur, doja të ndalesha pikërisht tek qarku i Tiranës, atë çfarë ne tham pak më parë. Le të shohim me anë të regjisë nëse do e kemi të mundur. Atëherë, nuk e di nëse e kam Fabiola Hoxhën fillimisht nga Shkodra, pasi ka një ngjarje aty. Fabiola, në fakt bëhet fjalë për 2 qendra votimi në Malësi të Madhe janë shpallur të pavlefshme. Po, janë 2 qendra votimi në Malësi të Madhe.
Po, janë shprehur pa vlefshëm. Në fakt bëhet fjalë për kutinë ose qendrën e votimit të fshatit Ktosh në Malsinë e Madhe, dhe tjetra është në fshatin Goraj Budisht, po në Malsinë e Madhe. Të dyja këto qendra votimi janë shpallur të pavlefshme, pasi në njërin prej tyre ka patur 2 vula, ndërsa në njërin prej tyre ka patur firmën e komisionerëve. Pra fletet e votimit, kutia e votimit ka patur firmën e komisionerëve. Ndërkohë, në këto 2 kuti votimi janë në total 560 votues. Janë 2 materiale të cilat janë dërguar nga KZZ numër 1 pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat janë administruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Do bëhet një verifikim dhe më pas do të ketë një komunikim apo një vendim final nga ky institucion se çfarë do të ndodh me këto 2 qendra votimi. E theksoj, bëhet fjalë për qendrën votimit të fshatit Ktosh në Malsinë të Madhe dhe qendra e votimit e fshatit Goraj Budisht, po në Malsinë e Madhe, dhe në total janë 560 votues. Dhe nëse ka mundësi të bëj edhe një përmbledhje sa i përket qarkut të Shkodrës, sa i përket edhe procesit të numërimit, Emilian, nuk e di se si është koha. Po, patjetër, mund ta bëni. Ne ndërkohë sapo ti, Fabiola, ti je gati, po e shohim edhe në ekran, të paktën ky është informacioni i updetuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, të paktën rreth orës 22:50 minuta. Partia Socialiste ka arritur të marrë 26.626 vota, 36.43% e përkthyer në qarkun e Shkodrës në 4 mandate. Nuk e di, Fabiola, nëse ti je gati për të raportuar informacionet më të fundit. Atëherë, Artur, shohim që Shkodra mbetet sërish një bastion i Partisë Demokratike. Ndjes Artur edhe njerë. Fabiola, po, jemi sërish bashkë. Atëherë, Emilian, po thoja sa i përket gjithë procesit të numërimit deri në këto momente në qarkun e Shkodrës, ne jemi në KZZ numër 2, këtu ka vijuar procesi i numërimit vetëm pak çaste më parë, diku te 30 minuta më parë ka rinisur për shkak të një ndërprerje që patën numëruesit për arsye të lodhjes së tyre. Në këtë qendër votimi, në këtë KZZ janë numëruar gati 70 qendra votimi nga 106 që ka KZZ numër 2, ku janë votat e 10 njësive administrative. Në total, në qarkun e Shkodrës, ku janë 405 qendra votimi, janë numëruar deri në këtë moment 305. Në KZZ numër 5, e cila është e Bashkisë së Shkodrës, ka përfunduar procesi i numërimit të votave për subjektet politike. Numëruesit atje kanë punuar për 36 orë pa ndërprerje dhe ka përfunduar komplet procesi i numërimit dhe pritet që ditën e nesërme të nisë procesi i numërimit sa i përket kandidatëve. Në krye të ditës së sotme e kemi raportuar vazhdimisht, Bashkia e Fusharësit dhe Pukës dhe Vaut të Des ka përfunduar. Në Vaun e Des surpriza është PSD-ja, e cila ka kaluar në avantazhe, themi, përballë 2 partive të tjera, që është PD dhe Partia Socialiste. Në Pukë dhe në Fusharës është Partia Demokratike në avantazh, ndërkaq në Malsinë e Madhe deri në këtë moment në avantazh është Partia Socialiste dhe në Shkodër, pranë Bashkinë e Shkodrës, po ashtu është Partia Demokratike. Nuk e di nëse ke një pyetje, Emilian. Jo, faleminderit Fabiola Hoxha për të gjitha detajet që përcolla në studio. Nga Parku Olimpik do shkojmë në një komunikim të drejt për drejt me Gerta Bullarin, ati është duke u numëruar në fakt vota e diasporës, por le të shohim se çfarë po ndodh. Gerta, jemi në komunikim të drejt për drejt, ti ndodhesh siç unë e theksova në Parkun Olimpik, aty ka ardhur vota e diasporës. Nuk e di si po shkon ky proces numërimi. Emilian, të përshëndes, drejt në të këto momente, shifrat na flasin për një disfat të Partisë Demokratike, jo vetëm brenda vendit, por dhe jashtë vendit. Deri në këto momente janë numëruar mbi 28 zarfe të ardhura nga diaspora, nga ku rezulton se kryeson Partia Socialiste me 15.616 vota të numëruara deri në këto momente, kundrejt 8.002 votave të Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. E treta me votat më të larta është pikërisht koalicioni Nisma Thurje me 2.314 vota, e ndjekur nga Partia Mundësia me 841 vota. Ndërkohë, përsa i përket
këtyre votave të ndara më qarqe. Më duhet të theksoj se trendi ka qenë thuajse i njëjtë edhe me votat brenda Shqipërisë. Kemi një numër të lartë të votash për Partinë Socialiste pikërisht në qarkun e Fierit, ku deri në këtë momente kemi 2394 vota për Partinë Socialiste, kur ndrejt 621 votave për Partinë Demokratike. Po ashtu në qarkun e Elbasanit kemi 2012 vota për Partinë Socialiste, kundrejt 667 votave për Partinë Demokratike. Në një tjetër qark të rëndësishëm, sikundër se është edhe qarku i Durrësit, po sërish Partia Socialiste kryeson me 1880 vota kundrejt 720 votave të Partisë Demokratike. Më lejo të ndalem edhe tek Tirana, kryeqyteti i cili patjetër që do të mbajë dhe peshën më të madhe të votës së diasporës. Deri në këtë momente kemi 3331 vota për Partinë Socialiste kundrejt 2413 votave për Partinë Demokratike. Një tjetër qark po themi i rëndësishëm është padyshim dhe qarku i Dibrës, ku deri në këtë momente Partia Socialiste ka siguruar 449 vota kundrejt 200 votave të Partisë Demokratike. Po ashtu, shifrat flasin për një numër të lartë votash edhe në Vlorë për Partinë Socialiste, e cila ka marrë 1033 vota kundrejt 229 votave të Partisë Demokratike. Edhe në diasporë, për sa i përket qarkut të Kukësit, njëjtë si në Shqipëri, Partia Socialiste ka marrë 352 vota, ndërkohë që Partia Demokratike ka marrë 911 vota. Qarku i fundit është qarku i Shkodrës, ku Partia Socialiste ka marrë 709 vota kundrejt 772 votave të Partisë Demokratike, me një diferencë të ulët, duhet thënë. Më duhet teksoj se Emilian se në të gjitha këto po themi shifra që lexova nuk përfshihet vota e Greqisë, e cila aktualisht vijon të jetë e veçuar nga pjesa tjetër e votës së diasporës. Deri në një moment të dytë do të jetë pikërisht nesër kas Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, ai i cili do të shqyrtojë kërkesën e Partisë Socialiste që vota e Greqisë të rifillojë të numërohet dhe të administrohet nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit Greta Bullari për këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Parku Olimpik. Mirë, shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, i kthehemi sërish pas pak.